sipas Dash Sulës, i vetmi njeri që e bën mut Edi Ramën dhe që mund të bëhet kryeministër është Flamur Noka. Ju si mendoni? Nëse Mulnoka do bëhet kryeministër, halal. Nëse nuk do bëhet kryeministër, atëre e ka thënë vetë Rama që do marrin not shoku. Si mendon ti? Ja. S'bëhet, ha? Ja. S'ka shanse. Ja. Po që e bë mut Edi Ramën? Kështu, me dalë kush është i fortë fizikisht, baba ki po. Po pse, kryeministri është më i gjatë. Po leqe ti gjatë, varet që zemra ke. Mirë. Në vërtet është. Mirë, zemra se ja dim neve kryeministër. Po e ka treguar, për teori është i mirë, si punë e qenëve që i lepi rrugëve. Kurse për praktik, thoni, për praktik, urdhë e ke popë. Unë pensionist. Kom punu 50 vite. Edhe si ju del, edhe nuk ju del. As që ka ngelur ose gjë. Atëre, për çfarë e merrin të revizit? Çfarë do i bësh ti atë shal gjatë që po fufu? Asë gjë nuk i bën. Balenën nuk e hap peshku. Kështu që balena ka gojnë e madhe, kollofit ta morra që flas unë. E kuptoj. Të tregoj një histori të vogël. Na ishte një herë një nuse sa martu ngeli me barr. Çohet i vjerë dhe thot keqen baba thot, kur të lindi shtyte ave emrin baba, si no tha. Çohet i vjerë i thot keqen nona, kur të lindi shtyja nuse, të ave emrin. Po, të ave unë emrin. Nona, po. Lindi nuse një djalë. Çohet i vjerë i thot, të keqen baba të ave emrin Kalem. Çohet i vjerë thot keqen nona të ave emrin Daut. Kjo nuse shkret qatë bote. E ne tha, or Kalem, or Daut, njoni kakë të tjetëri mutë. Kjo është politika, Kjo është politika, lali. I vetmi që e bë mot Edi Ramën dhe që mund të bëhet kryeministër është Flamur Noka. Kem dole më shtek. Flamur Noka nuk është për veten e vetë. Ke argumenta ti? Po kom se është servili Sali Berishës. Çfarë thot Saliu, thot me Mul Noka. Pa nuk bën asgjë nga vetja e tij dhe nga linja e partisë. Edi Rama roi 100 vjet për Mul Nokës. Po mi Dash Sulën që ka shtyrë të thot kështu? Dash Sulë o gjeli Peqini. Ja boj Dash Sulë. Ja ka vu emrin e. Iko gjeli Peqinit. Dash Sulë deri sot e patim rregull me atë. Tash kjo prishën e thot që ka kështu. Më në burr. Gjithë. Pra këta s'merret vesh çfarë thonë, në bazë të interesave thonë juve? Ka këto anes ka njëri, s'ka njëri, gjithë hajdutë kështu s'u mor vesh punë, po këto ka në një kështu janë të inë zhupët e këto gocat e Tiranës, janë këto Belindje, doktori Ali Mehmeti. Edi Rama fiton? Kinga. Po shiko, ky popull me që është i qelbur qelpsinën don, është hap poset atje. Fekalet kanë dalë i sheshit, e ne prapë thonë mirë, por dunë ato akoma mirë. Ai shefi posetës ma në qelësa në dorë, në rregull është e kupton, derisa populli është kënaq me këtë erë, kjo rrit, tamam, e meriton këtë dermilet. E ka hak. I vetmi që e bën mut, tha kryeministri. Unë dhe mora me, bej zamet këtë edhe njërë kokën a pensionistët. Dhe na leme ja këtë gisht. Dhe erdhe i 11 maj, e do fitosh nësë rokun, atë shokun e ti do fitosh, a ishë, atë e kaj.